Përmende Montessorin dhe programi I Montessorit është I veçantë krahasuar me programet tjera që zhvillohen nëpër institucione parashkollore. Pse është I rëndësishëm programi apo koncepti I Montessorit në zhvillimin dhe ndërtimin e një fëmie në shoqërinë kosovare? Jo veç shoqërinë kosovare, duna me cekë se kjo është një metodologji e cila shkencarisht është e vërtetuar që ju ndihmon fëmijëve me u zhvillu në ritmin e tyre që e kanë të natyrshëm. Pra I ndjek fëmijën, fëmija është në qendër. Nuk vjen asnjëherë mësuesi, në këtë rast në shkolla Montessori nuk ka mësues, ka udhërrëfyes, me thonë sot kemi mësuar çeta, ose mi mbledh një grup të fëmijëve dhe sot kemi mësuar çeta. Nuk ka. Do me thonë mësuesi, udhërrëfyesi është në klasë me ndjek fëmijën, me pa qysh çaj fëmijë ka ritmin e natyrshëm të zhvillimit, edhe me përkrah ato. Pra shkencëtarisht vërtetohet që kur një fëmijë ka kohën, I jepet koha, hapësira e duhur për me u zhvillu, ai ka me u zhvillu ashtu qysh e ka natyrshëm zhvillimin e vet. Për dallim prej shkollave tradicionale, ku fëmijët janë të kategorizuar bazë të moshës, jo në bazë zhvillimit, vendosen me një grup, edhe aty mandena gjithçka prej mësuesit vjen, edhe fëmijët bojnë që ato që ka nevojë me u bo prej fëmijëve. Programi përcjellet është diçka strikt, ai ka mbri fëmija kohën për me bu një gjatë caktuar me ajo pak lun rol, programi ekziston, duhet më përcjell edhe kaq. Në shkolla Montessori është shumë ndryshe, fëmija është fillimi edhe fundi I gjithë shkafit.